الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Elhamdulillah, o Allah, që na zgjove pas ishëm të vdekur. Elhamdulillah që na ke bo të falmi namazin e sabahit. Elhamdulillah edhe ato me xhamat çdo mëngjes. Elhamdulillah, falënderimet të takojnë vetëm ty o ilumi Allah. Paqja dhe mëshira qofshin mbi të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe mbi gjithë të dërguarit e tjerë, edhe gjithë besimtarët e vërtet. Ja pra, ky është mëngjesi sotit e mërkure. Elhamdulillah, tash po shkojmë në xhami të falmi namazin e sabahut. Kjo xhami e çarshis, domethënë. Është kënaqësi më të madhe s'ka, as ekziston. Adhurim pa përkullje nuk ka. Adhurim pa përkullje në sejdë nuk ka. Adhurim pa përkullje nuk ka. Wallahi nuk ka. As shpëtim pa përkullje s'ka. Ato le të harrojnë të gjithë. Mos t'i mashtron dynjaja, se dynjaja i ka magnetat e fortë, Julius. Njëherë jetot, jeta shumë e shkurt. Jeta shumë e shkurt. Allahu në Kur'an për të cini neje e para dita për pas dite. Vdekja shumë e shpejt, besoni. Allahu për thot vdekja o mangat se damartë. Djetarët e kanë zbërthy këtë ajet kuranor, ja afrohen dhe i dikon thot. Vdekja o si kurse ora, kur bon tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik bon, po tak nuk bon. Aty o vdekja. Pra, njëherë jetot, o vllazni, falë në namazin, jep në zeqatin, si pas mundësive, shkon edhe në haq apo në umre. Wallahin, i vetëmi pështim i vërtet është ky, dhe s'ka pështim tjetër. Po ju lus të gjithve, filloni prej sodit të falni namazin. Shumë ma let kini mundi, shumë ma të lumtër do t'jeni, familja do t'ket bereqet, ardhmëria e fëmijëve tu edhe ata do t'ken bereqet. Krejt Allahu që ka garantu ilumi Allah Gjeleshanu, krejt dhe isot ka dal. Pra, ju lus të gjithve filloni prej sot.